Të nderuar besimtar, vazhdimisht njeriu duhet t'i përkujtojë mirësitë e Zotit të tij. Duhet përkujtojë vazhdimisht njeriu se ka një Zot fuqiplot, i cili me mirësinë e tij e krijoi njeriu në formën më të bukur. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. E kam kriju, thot Zoti i gjithësisë, njeriu në formën më të bukur, në formën më të mirë. Ka përzjell Zoti ty edhe mu si qenie, si njeri, si krijesa më e lartë, njeriu, të cilin Zoti i gjithësisë e krijoi me dorën e tij, Ademi alayhis salam. Fryrë në të dhe u kriju Ademi alayhis salam, dhe kështu pas tij vazhduan shumë njerëz deri në ditët tona, deri në fundin të cilin e ka përcaktuar Zoti i gjithësisë. Ta përkujtojë njeriu vazhdimisht mirësinë e Zotit të tij, se i solli Zoti i gjithësisë një fe madhështore, Islamin, e përzgjodhi atë në formën më të mirë në mesin e qindra religioneve, dhe tha inna dina inda Allahi l-Islam. Feja ime e vetme që unë e pranoj, që ju të vini tek unë me këtë fe, është Islami. E gjithashtu njeriu vazhdimisht përkujtoj mirësitë e Zotit të tij. Përkujtoj se Zoti i gjithësisë i zbriti libër dhe e bëri këtë libër udhërrëfyes për njeriu. E gjithashtu le të përkujtoj njeriu se kohë pas kohe Zoti i tij solli pejgamber. E në mesin e qindra pejgamberve dhe mira pejgamberve, përzgjodhi një njeri të quajtur Muhammed, i cili ishte njeriu më i mirë në fytyrë tokës, i cili ishte njeriu me shkallën më të lartë të moralit, të etikës dhe të sjelljes. Sot me lejen e Zotit, pas këtyre përkujtimeve, le të ndalemi pak dhe të flasim për një prej cilësive të cilat duhet ta posedojë muslimani. Cilësi e cila rrjedh nga Zoti i gjithësisë, nga pejgamberët e tij dhe nga feja e Zotit i gjithësisë. Cila është kjo cilësi? Butësia. Butësia, cilësi të cilën duhet ta posedojë çdo musliman. Në shumë ajete kuranore, Allahu subhanahu wa taala tregon për butësinë dhe na flet për këtë cilësi, të cilën ne duhet ta kemi në gjitha çështjet e jetës tonë. Thot Allahu i lartësuar në surën 57, ajetin 9. Është Zoti i gjithësisë, ai i cili robit të vet i shpalli argumente të qarta që t'ju nxjerrte nga errësira në dritë. E nuk ka dyshim se Allahu është i butë dhe mëshirues ndaj jush. A thu dikush prej nesh, nëse Zoti i gjithësisë nuk do t'i sillte argumente njerëzve, a thu vallë do t'ishte dikush prej nesh i udhëzuar? A thu vallë do t'ishte dikush prej nesh që do të thonte la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Është Zoti i gjithësisë, i cili me butësinë e tij, me mëshirën e tij, i solli njerëzve argumentet e qarta. Gjithashtu Allahu i lartësuar në një ajet tjetër kuranor thot: një fjalë e mirë dhe një lehtësim që i jepet atij i cili lyp është më mirë se sa një lëmosh e cila përcillet me të keqe. Allahu nuk ka nevojë për askënd, ai është i butë. Tregon Zoti i gjithësisë si duhet sillemi edhe me atë i cili na lyp. Nëse nuk i jep, mos e nënshmo atë dhe përkujto që Allahu është i butë, edhe ti si njeri, edhe ti si musliman, bëhu i butë me krijesat e Zotit. Falënderuar qoftë Allahu i lartësuar. Lumne për këtë Zot i cili na ka kriju dhe na ka furnizuar. Lumne për këtë Zot i cili është i butë me krijesat e tij. Është Allahu subhanahu wa taala, ai i cili edhe pse ne çdo çast bëjmë gabime, ai nuk na dënon. Edhe pse ne çdo moment bëjmë gabime, ai sërish na jep afat, duke treguar Zoti i gjithësisë për butësinë e tij dhe për mëshirën e madhe të cilën e ka krijuesi i gjithësisë, Allahu subhanahu wa taala. O vëllezër, o musliman, Allahu i lartësuar i posedon shumë cilësi dhe shumë emra.
99 prej tyre, siç ka përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam. Një prej emrave të Zotit është emri të cilën Allahu i lartësuar e ka emërtuar El-Latif, që do të thotë i buti. Në të gjitha çështjet e jetës tonë, njeriu vazhdimisht duhet ta përkujtojë këtë cilësi të Zotit dhe të marrë mësim prej kësaj cilësie dhe le të bëhet i butë. Dikush thot, edhe nëse na shajnë, po vallaj, edhe nëse të shajnë ty edhe mu sërish të bëhu i butë. Edhe nëse na vjedhin, edhe nëse të vjedhin bëhu i butë. Edhe nëse na maltretojnë, edhe në atë kohë bëhu i butë. Edhe nëse na përzen, edhe në atë kohë bëhu i butë. Butësia është prej emrave dhe prej cilësive më të mira të cilat Zoti i gjithësisë ka emërtuar për vetveten e tij. Por gjithashtu ky Zot i gjithësisë ka sjell një pejgamber i cili gjithashtu ishte i butë. Dhe ne sot me lejen e Zotit do të përmendim disa shembuj se si ishte Muhamedi alayhis salatu wassalam, i cili është shembulli jon. Është shembulli që ne duhet ta ndjekim. Si ishte ai sallallahu alaihi wasallam në situata të ndryshme. Allahu subhanahu wa taala ka treguar për profetin e tij, për Muhamedin alayhis salatu wassalam në Kur'an dhe ka thënë: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ti ishe i butë me ata, ti ishe i butë me njerëzit, ishe i butë me ata që të rrethonin, ishe i butë me familjen tënde, me fëmijët e tu, me bashortën tënde. Se çfarë do të ndodhte nëse do të ishte e kundërta. Allahu i lartësuar thot, ti ishe i butë ndaj tyre, se Allahu të dha mëshirë. Dhe sikur të ishe i vrazhët, dhe sikur të ishe zemërfort, ata do të largoheshin prej teje. Prandaj ti falju atyre dhe kërkon ndjes për ta, pra lutu për ta që Zoti t'i falju dhe konsultohu me ta për çështjet të cilat do të vendosësh. Allahu i lartësuar po tregon se nëse Muhamedi alayhis salatu wassalam do të ishte i vrazhët me besimtarët, ata do të largoheshin prej tij. Kështu duhet edhe ne të sillemi sot në jetën tonë. Të sillemi me butësi me njerëzit. Mundohemi që t'i afrojmë ata me butësinë tonë. Mundohemi që të jemi të kujdesshëm dhe mos ja thyejmë zemrën njerëzve. Është fatkeqësi e madhe që dikush është i udhëzuar dhe udhëzimi i tij në vend që ta bëjë atë të butë e bën kryelar. Feja e tij në vend që ta bëjë atë të butë me njerëzit e bën kryeneç dhe mendjemall ndaj njerëzve. Ky njeri nuk e ka kuptuar siç duhet fenë e Zotit. Jetojmë në një kohë në të cilën nëse ti do të sillesh butë me njerëzit, atëherë të afërmit e tu do të thonë mos u sill butë se po të nënçmojnë, se po të shkelin. Butësia nuk është nënçmim. Butësia nuk është shkelje dhe as për buzje. Butësia është cilësi e Zotit, është cilësi e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Është një cilësi e cila nëse do të gjendej tek ne, situata dhe gjendja jonë do të ishte më ndryshe. Unë jam udhëzu dhe s'mbie mendje për askujt. Dhe unë i them hakun e tij duke ja thy qafën dhe duke ja thy shpinën. Nuk thuhet haku dhe e vërteta duke ja thyer shpinën të tjerëve. Haku dhe e vërteta nga Muhamedi alayhis salam thuhet duke i dhënë dashuri tjetrit, duke i lënë të kuptojë tjetri që feja dhe e drejta dhe e vërteta është haku. Dhe jo haku tjetë shkaku që ti t'i largosh njerëzit nga feja e Zotit. Sa njerëz na drejtohen ne, sidomos hoxhallar, thuje hakun, ti s'po e thu haku, ti je 1, 2, 3, 4, 5. Po jo vallaj, hajde ti dhe përballu me situatë. Ti thu filani nuk është musliman se nuk falet, por të vjen dhe thot, o vëlla, unë them la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Unë agjëroj, unë respektoj prindit, unë jap sadaka, jap zakat, i bëj gjitha. Po thuj Zoti ta mundsof me u fal. Mos i thuj ik, mos agjëro se s'quhet agjërimi ty. Nuk ishte butësia e Muhamedit alayhis salam e tillë. Sa raste, me qindra raste, pejgamberi alayhis salam është përballë jo me muslimanin, por me jo musliman dhe është tregu i butë. E lajmërojnë pejgamberin alayhis salam që një djalosh i cili qëndronte shpesh me profetin e Zotit, i cili ishte i krishter, nuk ishte musliman.
ishte në çastet e fundit të jetës tij. Dhe ne me morë vesh që një krishter po vdes, themi hajt shnet. Nuk ishte kështu Muhamedi alayhis salam. Nuk tha po vdes qafiri, hajt le të vdesi, qafën të pus. Nuk ishte i tillë Muhamedi alayhis salam. Se nuk është i tillë Zoti i gjithësisë. Se Zoti është i butë dhe nuk i ka hije një pejgamber i Zotit mos me qenë i butë. Shkon pejgamberi alayhis salam dhe afron me butësi. Duke i fol njeriu në çastet e fundit të jetës, i thot, thuj la ilaha illallah. Ky djalosh shikon tek babai i tij dhe babai i bën me shenjë, me kokë, duke i thënë bindju Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dhe ndron jetë. Muhamedi alayhi salatu wasalam e falenderoi Zotin e gjithësisë, duke thënë falenderuar qoftë Zoti i cili e shpëtoi një njeri nga zjarri i xhenit. Po ne kemi familjar ton të cilët nuk dinë as shahadet dhe nuk sillemi but me ta. Madje vallahi e kam thënë shpesh. Dhe më vjen turp me e thonë, dikush i cili ishte udhëzu dhe e kishe marrë fen me vrut madh, dhe prindit e tij si kishte të udhëzu, dhe qeshte dhe thonte, po prindit e mi janë qafira duke qesht. Pa nuk qanë zemra për ato prindër. Pa nuk qanë zemra për vllajën dhe për motrën. Pa nuk qanë zemra për të afërmin tatë, për hallën, për tezën, për dajën. Që po t'i ikin për nxjerr xhenemit. Nuk po shkojnë për me u fresku, për me u përvlu, për me u djeg, pa shahadet, pa namaz, pa agjërim, pa asnjë gjë. Dhe ti s'tregohesh i but me ta, madje tregohesh kryeneç. Ai ta thot një fjalë, ndërsa ti që je besimtar i thon 100 fjalë duke ja kthyr dhe duke ja shpif Islam. Vend që me i bën njerëzit me butësinë tate, me i ftu në Islam, me sjelljen tonë, me dorën tonë, me gjuhën tonë, jemi duke ja shpif njerëzve Islam. Zoti është i butë dhe e don butësi. Pejgamberi alayhis salam ishte i butë dhe na këshilloi shpesh për butësi. Thonte Muhamedi alayhis salatu wassalam, butësia kudo që gjendet, vetëm se e zbukuron një çështje. Nëse je i butë, je i zbukurum. Nëse sillesh me butësi, do të zbukurohesh. E nëse e kundërta e kësaj, thot pejgamberi alayhis salam, ndërsa aty ku nuk gjendet butësia, vetëm se njerëzit do të largohen prej saj. Silluni me njerëzit me butësi. Lum për një njeri të cilit Zoti i ka dhënë durim dhe butësi dhe mëshirë. Lum për një njeri që e ka pajis Zoti me butësi. Ky njeri tregohet i kujdesshëm me njerëz. Mundohet që edhe njeriu të cilin ndoshta e urren, mos me ja thy zemrën. Edhe mos flasim pastaj për të afërmin e tij. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, kujt nuk i është dhënë butësia, atij nuk i është dhënë as pak mirësi. Një njeri i cili nxehet me hijen e tij. Edhe kur e shikon hijen e tij që i vjen nga pas, don t'i nxehet dhe t'i bërtas asaj. Me këtë njeri nuk rrihet. Ti i thu shnet, ai thot më thej plaç. Ti i thu Allahu të mëshiroft, ai thot më shave dhe mallkon. Po kush e don këtë njeri? Kush e don një njeri i cili acarohet, nxehet, nervozohet me hijen e tij? Po këtë s'do me e pa me sy. Nëse një njeri i cili është i durueshëm, ka butësi dhe urtësi, kur flet me vend, një njeri i cili edhe nëse e shajnë, ai i buzëqesh. Edhe nëse e mallkojnë, ai sërish i buzëqesh. Pse? Po e pret shpërblimin nga Zoti. A nuk ishte Abu Bekri i cili po përballej me një njeri i cili kishte hyrë hak Abu Bekrit. Duke i thënë, o Abu Bekr, ti je 1, 2, 3, duke e shah, duke e mallku. Pejgamberi alayhis salam po shikonte ngjarjen. Dhe sa herë që ky njeri e shante Abu Bekrin, Abu Bekri buzëqeshte. Kishte dhënë Zoti butësi të madhe. I thashte Allahu të mëshiroft. Ky e shante, ky i thonte Allahu të mëshiroft. 1, 2, 3, 4, 5, Abu Bekri ju kthy i person. U çu Muhamedi alayhis salam dhe u largu. Tha Abu Bekri, oj dërguari i Zotit, pse u largove? A për sa kohë që ti po sillesh me të me butësi, ishin me lajket e Zotit. E po qenë me lajket e Zotit, jo të shahet mallkoj, po 1000 zeza ti thot, ti je i fitu. Ndërkohë thot që kur ti u ktheve këtij personi, erdhën të mallkuarit, shejtanët e mallkuar, dhe unë thot pejgamberi alayhis salam, nuk rri aty ku rrin shejtani mallku.
Butësia është cilësi e madhe. Allahu i lartësuar, thot Muhamedi a.s. e don butësinë në të gjitha çështjet. Në punë sillu butë, në rrugë sillu butë, në shoqërinë sillu butë, në shkollë sillu butë, në familje sillu butë. Mos u trego burr i mirë me shoqërinë dhe të tregohesh luan në shtëpinë tënde. Nëse je burr me 2 r, tregohu burr në rrugë me shokët e tu. Dhe burrëria nuk është në çmimin e shokëve. Burrëria është drejtësia. Një prej dietarëve i quajtur Sufjan al-Thauri i drejtohet shokëve të tij duke i thënë: "Çfarë mendoni ju? Çfarë është butësia?" Se dikush mund të mendojë se butësia do të thonë dobësi. Dhe shpesh kur ti tregohesh i butë me shokët, ata mendojnë që ti je i dobët dhe mundohen me të shtyp. I tha Sufjan al-Thauri, një dietar i madh: "Çfarë mendoni ju për butësinë?" I thanë ata: "Po ti je dietari në mesin tonë." Nuk i thanë: "E di unë. Na e trego çfarë do të thotë butësi." I përgjigjet ky dietar dhe i thotë: "Butësia është që ti veprosh gjërat sipas masës së kërkuar. Nëse nuk të është kërkuar diçka e tepër, nuk është e nevojshme me bë." Dhe ka thënë: "Butësia është të vendosësh butësinë ku e ka vendin e saj, të vendosësh forcën ku e ka vendin e saj, të vendosësh kamzhikun ku e ka vendin e saj." Pra butësia e përkthyer në fjalë të ndryshme është drejtësi. Butësia është drejtësia. Prandaj o ju musliman, këshillojmë veten dhe ju që të bëhemi të butë. Ju kujtohet rasti kur pejgamberi alayhis salam kalojnë pranë tij disa çifut. Dhe në vend që t'i thonë pejgamberit alayhis salam: "Assalamu alaikum, paqja qoftë mbi ty", i thonë: "Assalamu alaikum, vdekja qoftë mbi ty." E pejgamberi alayhis salam çfarë i tha? Me butësi ju përgjigj pejgamberi alayhis salam. Madje me një butësi që as bashkëshortja e tij nuk e kuptoi. Çfarë i tha? "Wa alaikum", edhe mbi ju. Mirë, po kur e ngjoi bashkëshortja e tij nuk e kuptoi. Sa rritin gradën e pejgamberit me e kuptu. Filloi duke i shaj, duke i mallku, si po i thoni ju pejgamberit Zotit shoh. I thot Muhamedi alayhis salam me butësi, thot, unë e vash përgjigje. Wa alaikum, edhe mbi ju, mbaroj çështë. S'ka nevojë me ngrit gradën kaq shumë. Cillu me butësi. I tillë ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili kur shkoi në Taif për t'i thirrë njerëzit në rrugën e drejtë, ai vendbanim filloi duke e gjujt me gur. Sa që filloi pejgamberi alayhis salam duke e rrjedh gjak. E kur u largoi pejgamberi alayhis salam, u ul në një hije të pemës dhe thonte vazhdimisht: "O Zoti im, fale popullit tim se nuk dinë ata çfarë janë të bëjnë. Nuk e dinë ata që janë duke vrarë pejgamberin e Zotit. Po me gjujt dikush ty me gur edhe mua, çfarë kishe thënë?" Zoti i gjithësisë në këtë gjendje të vështirë pejgamberit alayhis salam i dërgon Xhibrilin bashkë me një melek tjetër. Dhe i thot Xhibrili alayhis salam: "O Muhammed, ky melek që ka ardhur me mua ka ardhur pas stafat, vetëm për këtë ngjarje. Dhe ka urdhër nga Zoti dhe leje nga Zoti, nëse ti thu po, ky i merr këto 2 kodra dhe i përplas dhe përmbyt komplet këtë vendbanim." Sa i thot Muhamedi alayhis salam: "Bismillah, se merr dhe ralla." Ja, u tregoi but pejgamberi alayhis salam duke thënë: "Unë shpresoj që pas këtyre njerëzve vinë të tjerë të cilët ta adhurojnë Zotin e gjithësisë, Allahun subhanahu wa taala." Ishte i but Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm me shokët, por edhe me armiqt e tij. E një prej ngjarjeve të cilat janë vërtet për të marrë mësim është me një pejgamber tjetër, me Musain alayhis salatu wassalam. Ky pejgamber i Zotit, i cili do të përballej me një zullumqar të madh siç ishte faraoni, Zoti i gjithësisë do ta urdhëroi këtë njeri duke i thënë: "O Musa, shko ti me vllajën tënd dhe foli faraonin dhe i thuni atyre fjalë të buta." Kujt? Një njeriu i cili thonte: "Unë jam Zoti juaj." Allahu i lartësuar për këtë njeri ka urdhëruar që t'i thuajnë atij fjalë të buta dhe fjalë të mira, e leje pastaj për ne në mesin tonë. Elusim Zotin tonë që ta hap zemrën tonë dhe të fusin të butësi, mëshirë për njerëzit.
E lutim Zotin ton që të na falë gjithë dhe të na mëshiroj gjithë. Allah na falë dhe na mëshiroj ne prindërit tan, të afërmit tan, gjithë besimtarë dhe besimtarë kudo që janë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.